Presidenti Bajram Begaj ka ngritur shqetësimin për krizën demografike dhe uljen e popullsisë që ka prekur Shqipërinë por edhe rajonin. Duke folur para akademikëve të Kosovës dhe Shqipërisë, kreu i shtetit theksoi se ndryshimet demografike kërkojnë zbatimin e një strategjie të mirëfillt. Zhvillimet negative demografike nënkuptojnë sfida serioze, jo vetëm për ekonominë, por edhe më gjerë, për sigurinë tonë kombëtare. Ato sjellin uljen e bazës ekonomike dhe tatimore të shtetit, uljen e aftësisë prodhuese të fuqisë punëtore dhe mbigarkojnë sistemet e pensioneve dhe ato të shëndetësisë. Sfidat me të cilat përballemi janë shumë të ndërlikuara dhe të pamundura për të përballuar vetëm. Sot më shumë se kur, bashkëpunimi midis politikbërësve, ekspertëve, institucioneve shkencore dhe sektorit privat është mjaft thelbësor. Ne kemi nevojë për ide të guximshme, për politika të bazuara në dije, në kërkim shkencor që udhëheq vendimarrjen dhe për një përgjegjësi që shkon përtej të sotshmes. Ndërkohë, guvernatori Gen Sejko tha se demografia përfaqëson një forcë të fuqishme ekonomike dhe kërkon bashkëpunim të gjithë aktorëve për gjetjen e një zgjidhjeje